Këtë të martë është mbajtur forumi konsultativ i kryeprokurorëve të përgjithshëm dhe të posaçëm të rajonit të Ballkanit Perëndimor. Në fjalën e tij, presidenti Eurojust Mikael Schmid theksoi rëndësinë që ka rajoni i Ballkanit Perëndimor në bashkëpunim me Eurojust. Sipas tij, Ballkani Perëndimor mbetet aleati kryesor në disa aspekte, kryesisht në luftën kundër krimit. Rajoni i Ballkanit Perëndimor ka qenë gjithmonë shumë i rëndësishëm për mua, sepse siç e dini, vendi im, unë jam austriak, historikisht ka lidhje, ky vend Austria ka lidhje historike me këtë pjesë të Europës dhe ndoshta në aspektin dhe me personal, Ballkani Perëndimor është një partner shumë i rëndësishëm në Eurojustit si organizat. Dhe siç e dini, vendet e Ballkanit Perëndimor sigurisht janë të rrethuar nga Bashkimi Evropian dhe nuk ka asnjë mënyrë të futesh aty pa kaluar një vend antar të BE-s së pari, dhe mendoj se për këtë arsye është logjike që ju jeni një nga aleatët kryesor të Bashkimit Evropian në shumë aspekte, dhe kur bëhet fjalë për Eurojustin, sigurisht kjo lidhet me luftën kundër krimit organizuar. Kërkojmë të përmirësojmë këtë bashkëpunim, të arrisim në nivel të lartë si kolegë, si partner të barabartë, si miq. Objektivi jonë kryesor është të rrisim besimin reciprok dhe të dhënë njohurit mes prokurorëve, gjyqtarëve, për të rritur bashkëpunimin ndërkombëtar në rajon, por edhe mes Ballkanit Perëndimor dhe vendeve të BE-s. Ambasadori i Bashkimit Evropian Silvio Gonzato ka theksuar se krimi organizuar dhe korrupsioni mbeten kërcënime të përbashkëta sigurie për BE-n dhe vendet e Ballkanit Perëndimor. Sipas Gonzatos, në Shqipëri mbetet thelbësor identifikimi i të ardhurave nga krimi. BE-ja dhe Ballkani Perëndimor vazhdojnë të përballen me kërcënime të përbashkëta sigurie nga krimi organizuar dhe korrupsioni dhe bashkëpunimi i ngushtë midis gjyqësorit dhe aktorëve në përtek kufirit dhe përgjigjet e koordinuara janë thelbësore jo vetëm për të luftuar efektivisht krimin ndërkufitar, por edhe për të mbrojtur më mirë viktimat e krimit. Jap se ky projekt dhe takimi i sotëm janë kaq të rëndësishëm. Në nivelit lart është i parë i shumë aktiviteteve kriminale dhe kërcënim i sigurisë. Rrjetet kriminale përdorin korrupsionin dhe në nivelet larta për zgjeruar ndikimin e vet apo për të shmangur drejtësisë. Shërbimet pavarura të prokurorisë që mund të hetojnë e të ndjekin penalisht krimin pa frikë apo favor janë parakushte thelbësore për antarësimin në BE. Forumi konsultativ i prokurorëve të përgjithshëm dhe special të Ballkanit Perëndimor synon të forcojë bashkëpunimin ndërmjet prokurorive të rajonit për adresimin e sfidave ligjore dhe krimeve të organizuara.